Kretë nuk merë dhe si mas. Kjo është shumë e rëndë dhe kjo është arrogancë qytetare. Sefa dhe Maliaj për nëngratën. Lobimi ka funksionuar, pagesa për lobimin për të hequr nëngratën, apo ka lidhje njësoj me influencën me protestat që ka aktualisht, të lidhur? Si është? Nuk ka asë një lidhje as me pagesën, as me protestat, as me se që Berisha e pranon vetë, e ka thënë dhe vetë dhe unë po tisha do e jepja dhe Sazanin dhe këtë është linjë qeverise e qarta, nuk ka lidhje as me... Pavarësisht se mendoj që në disa raste edhe këta vetë servilosen, do më dhe paja kërkuar njëri, do më dhe vetë në shërbim. Duke menduar që aty është edhe dhëndri Trumpit që në vërtet doli që nuk ishte, doli dhe lajmërimi zyrtar tha nuk kemi asnjë interes të ky projekt, do më dhe edhe servilizmi ka vajt dëm. Po, gjithsesi, unë mendoj që shumë mirë që i hiqet. Lajm shumë pozitiv do të ishte ai që tha Krishniku. E ka ndihmuar Rama në këtë heqje? Në këtë fshirje të nëngratës, apo? Në fund ditës, çai prish punë Ramës? Sa më mirë ta ketë. Po si mund ta ndihmoj? Tash ke ma hoqja puna u bokja punë që sharake fare. Sa më mirë ta ketë, gjyqin ja dha, vullën ja dha, partin ja dha. Hipokrizi kjo. Jo, ma partin ja dha ato që e votun, ma. Ta i dha Rama, ma. Partin ja dha ato që e votun. Mirë i lirë, mirë. Po problemi është çka ka humbur Rama nga ky zotëria? Po din zgjedhore, ja dha siç e dishte Rama. Kishte shanse të merrte 83 mandate me listat hapura për 1 milion e 1 vite. 1 milion e 1 vite rresht, nuk i merrte dot 83 mandate me listat hapura. Sa? Kishte mundësi të bënte amnisti penale për të dënuarit e Ramës pak të zotrin? Jo. Kishte mundësi të miratonte ligjet pak të zotrin? Jo. Ka mundësi të zgjedhë antarët e bordeve të caktuara, avokati i popullit, Komisionieri kundër diskriminimit. Me thënë drejtën vetë i kemi zgjedhur gjitha se nuk i kemi pasur pro. Kush? Opozitën nuk i kemi. Me firmat e kujt? 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 I firmosën vetë dhe nuk i shkuan për ta votuar. Tani, ore, me qenë qera fjala, sot i këshin shpallur. Me tes vlorë tani të flas pak në dy gjëra. Ashtë. Nuk ka asnjë problematik që mund të ketë kaluar Rama gjatë gjitha periudhe që nuk e ka bashkërenduar në marrëveshje me partnerin e tij strategjik në opozitë. Se si më marrëveshje ka detyruar Rama, më ka luajtur Rama në mënyrë tillë që e ka çuar aty. Po bravo i qoftë pra. Po pra. Unë se po e heq jo ka bashkëvepruar. Po heq meritat Ramës. Po kjo është politika, pse si e do politikë? Kjo politika luftë është lojë. Jo hoqa merita Ramës unë. Është bravo i qoftë. I dha treshen e gjyqtarëve, siç e kishte treshen e gjyqtarëve që dha vulën, i vutët të tjetëri në burg, të njëjtët. Tani bravo i qoftë. Është merita jore, do të lodhesh politikisht është merit. Edhe u po të them, bravo i qoftë. Ka gjetur. Ishim në negociata për kodin zgjedhor, s'pranuam, tha, më që ju s'pranoni, e kam tjetërin këtu. E gjeti. Merit është dhe jo. Nuk është faj Ramës që e gjen tjetërin gati për të shërbyer. Edhe këtë jam duke të thënë, Rama i bën mirë opozitës shumë, i bën shumë mirë opozitës, që ti iki non grata përfundimisht, i bën dhe shumë mirë arenës politike dhe Ramës, të paktën, atë justifikimi thaj që në detyron Bashkimi Evropian që mund të bashkohet me non grata, tani nuk do ketë më nevojë ta thotë, sepse do jetë mas non grata. Kurse lajmi më i mirë është ai që tha Krishniku, nuk e di sa është e vërtet, që nëse zoti Berisha do jetë pjesë të festimeve të 250 vjetorit pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do jetë lajm shumë pozitiv sepse tregon që nuk ka më një pengesë politike në përfaqësim. Unë mendova se do kalonte oqeanin, që do të ishte vërtet lajm i mirë pastaj se për të gjithë patjetër se unë mendoj që Berisha vajti në ambasadë. As nuk duhet të jetë lajm, as nuk duhet. Po oqeani te rruga e Elbasanit është. Jo vajti në ambasadë. Si kryetari i opozitës, është lajm 10 herë më i mirë se kjo që ka marrë për punën e tij. Dhe tregon që nuk ka një pengesë politike. Lidhe me këtë, ne vetë ne nuk jemi serioz fare. Edhe s'kemi qenë herë serioz, kështu jemi ne. Kur ju vu non grata, u tha që me lobbying financiar i bleu Rama State Departmenti se u bo State Departmenti si me qenë ato baraket që kam pas qenë Kelana dikur.
E ka thënë Berisha. Gjithë e ka thënë. Po ti më the, ti e the tash. E ka thënë Berisha. Ti e the $250,000 u dhanë. Kush e tha Prençi? Kam thënë unë blihet shtet, departamenti i shtetit. Pa tha në $250,000 që u kapën. Për ble, për në ngradën. Ta shumë? O ti o presi, s'ka si poshtë tonë. Vazhdo se ta mbrojun. $250,000. Pra, u bo departamenti i shtetit, si me qenë të blej ato kioskat që ishin ke Bregulanës dikur. Ta shti, që a heqin, thonë, u blej prap departamenti i shtetit. A jemi pak më serios, në kjo se pas ka ardhë puna me u blej departamenti i shtetit me $1,000,000, asë Republik Banane nuk ka